I lancojnë, i hedhin këto fjalët edhe do mbetet diçka pastaj. Tani po dëgjohet tani nga matan oqeaneve në Amerikë. Pastaj do ville nga Italia, sepse kanë atë Vatikani ka atë bibliotekën e lashtë. Që po u hap atje, do ndryshoj rrjedhja e njerëzimit atje, se do bëhet një bum zbulesash që do fillojmë të rikonsiderojmë neve të gjitha ato gjëra që dinim deri dje. Do i rozojmë gjitha. Na vjen pikpyetje që i jetën. Po komplet, po u vërtetua ekzistenca e UFO-ve, aty bie poshtë gjithçkaja. Komplet. Në radhë parë bie besimi që ka njeriu te Zoti, u humbet direkt kontaktin. Këta janë përpjekur me gjitha mënyrat që neve ta humbasim atë kontaktin me Zotin, po kjo do jetë masa më drastike që do thotë gjithë ato libra që keni ju që i konsideroni të shenjtë, te koshi më i afërt i lagjes, sepse shive që na doli tani, kemi fakte. Do bëhet një kaos, një çat them edhe. Edhe kjo do ndihmoj ato unifikimin e njerëzimit. Globalizmi nga një anë dhe ekumenizmi nga ana tjetër. Se fundit ja shive çfarë provash na dolën, ato dogma që ka secili nga fet, na që kanë kot pralla deri dje. Por që një është një X që s'ia dim emrin, na që ka këta. Na që ka këta jeshilët. Kuptonte? Edhe ky regjisor i famshëm si ja thashun emrin këtij, çfarë? Ama që ka bëu dhe Jurassic Park ai. Ky që futi. Do bëj tani Alieni numër 2. ET. Do bëj numrin 2 tani. Steven Spielberg. E ka marrë parësi për ky nga ana e kinematografisë që i bëj reklamën këtyreve demonëve. Na përgatisin prapë, na japin ushqim tjetër prapë. Ti bëhet me media, me lajme, me gjëra del pedagoni këto. Bën edhe ky filmin aty edhe. Po, siç ishte edhe filmi Avatarit, tani ka dalë vetë Treshi që ka bërë Terminatorin. Si kam pa. James Cameron. Domethënë çan këta regjisorët e famshëm përdoren kështu për të bërë buma të mëdhenj, se po pan atë regjisorin atje në fund fare. Në fakt edhe unë atë shikoj, se nga regjizori varet se dhe cilësia e filmit. Po ishin këta tipat, janë disa tipa që i shërben komplet këtyreve, agjendave të këtyre të këqinjve. Dhe i kalojnë nëpër filma. Se ata që janë regjizorë atje, mos mendo se i erdhi kështu epifania atyreve ndriçim në kokë dhe i doli skenari para syve. Ja japin gati. Kto thjesht e kthejnë në skena. Do realizohet kështu kjo skena e sajt që unë po lexoj këtu. Edhe shpesher kalojnë gjona të tilla, domethënë, kështu shumë mesazhe satanike, nuk e ka menduar regjizori ato. Ose shikon atë filmin Matrix. Nuk janë ato dy vëllezrit që tani u bën gay ata tani. E kthyn, janë modern. I ka ardhur plani nga më lart. Aty ka vetëm simbole masonie valla, magjie komplet. Çdo gjë. Aty është një përpjekje e madhe në gjithë trilogjinë. Ai është i katërt, po katërt do të si palidhje. Është gjithë ajo përpjekje të ndryshojë të konceptin e gjërave valla. Sigur kjo është botë imagjinare ku jemi ne këtu, na kanë lidhur me një kabull këtu mbrapa qafe, duhet të dalim nga ky gjumi që të kthehemi te ajo bota reale, siç e paraqitet ai filmi atje. Domethënë të fusin ato dyshimet. Është dyshimi i mirë, ai që themi neve merrni të kundërt në asaj që thotë televizori, por këta do të fusin dyshimin e keq. Të dyshosh dhe gjërat më bazike. Nuk e jena të lidhur me kabull, thot ai. Jemi bota reale është ne, jemi kështu të fjetur në diku, me një kuti, me një kubator. Kështu e paraqitet atje. Edhe do vi një shpëtimtar pastaj, Neo, One, ai njëshi, atë njëshin do të cilën tani këta.